Ndërsa një televizionues nga Suedia ju pyet kështu, gjatë verës do të vi në Kosovë dhe kam planifikuar që të bëj djalin synet, gjithashtu kam planifikuar të organizoj edhe një mevlud. Kam dëgjuar që është haram, por çdo të na thoni ju në lidhje me këtë. Aty ku ke dëgjuar pyet se çfarë argumentesh kanë thënë ato se është haram. Normalisht që të bësh djalin synet është gjë e mirë dhe e pëlqyer në Islam, pra është gjë shumë e mirë që fëmia mashkull të bëhet synet. Madje është detyrim. Pra një prej detyrimeve që ka prindi ndaj fëmijës tij është që ta bëjë synet. Mevludi ç'është? Mevlud në gjuhën arabe do të thotë fëmijë. Dhe është një emër që nënkupton kohën e lindjes ose vendin e lindjes. Pra është një emër që quhet ismu mekan dhe ismu zaman. Pra mevlud do të thotë kohë lindje ose vend lindje. Pra vend lindja ime quhet maulid, vendi ku un kam lindur, dhe koha kur un kam lindur quhet maulid, pra koha kur un kam lindur. Normalisht mevludi me këtë mënyrë se si zhvillohet si rit islam nuk ka ekzistuar në kohën e profetit alayhis salam, nuk ka ekzistuar në kohën e Abubekrit, Omerit, Osmanit, Aliut, nuk ka ekzistuar në kohën e imamit të madh të islamit, kollosit të dijes Ebu Hanifes, apo imam Shafiut, apo imam Malikut, apo imam Ahmed ibn Hanbelit. Nuk ka ekzistuar për gjatë 450 viteve. Nuk ka ekzistuar. Dhe njerëzit e parë që e kanë shpikur këtë sajes në islam ka qenë shteti i Fatimive ose mbretëria e Fatimive. Mbretëria e Fatimive kanë pas pushtet dhe në sundim Egjiptin. Salahuddin Ejubi, dihet çrrimtari i njohur i Palestinës nga kryqëzatat, me të mbaruar punë me kryqëzatat në Palestinë, lufta e dytë që ka bërë në jetën e tij mbas kryqëzatave ka qenë lufta mbi mbretërinë e Fatimive, sepse Fatimit konsideroheshin në islam sekt i dal nga feja islame. I mallkonin shokët e profetit nëpër minare. Pra një sekt i njohur që dihet që kanë qenë të dal nga islami. Për këtë arsye edhe Salahuddin Ejubi i luftoi. Dhe këta kanë qenë njerëzit e parë që e kanë festuar mevludin si fest, si rit islam. Më vonë pastaj u perfeksionua, u rregullua, u shtua, u bë edhe e përjetojmë ashtu siç është në këtë kohë. Tani pyetja lind. Ummeti pra pasuesit e profetit Muhammed, nga koha e profetit Muhammed alayhi salatu wasalam deri në vitin 450 hijretit, pyetje, kanë qenë në humbje? Derisa erdhën Fatimit, pra ky sekt i dal nga Islami dhe e shpikën këtë risi dhe këtë sajes dhe e nxorrën ummetin drejt. Askush nuk thotë që ummeti bashkë me profetin 450 vjet ke qenë humbje. Atëherë pyetja lind, po mirë, nga 450 që po festohet, ummeti janë humbje, themi nuk po e feston gjithë ummeti. Që nga viti 450 që është festuar për herë të parë deri më sot, ka pas dietar që e kanë kundërshtuar dhe kanë thënë që kjo është një sajes dhe risi dhe një bidat. Po të ishte diçka e mirë do ta kishte bërë Abu Hanifja. Po të ishte diçka e mirë do ta kishte bërë Imam Shafiu, do ta kishin bërë katër mëdhëbet. A kupton çdo thotë mos 450 vjet mos ketë ekzistuar një gjë e tillë dhe të shpiket për të herë të parë mas 450 vjetësh. Problemi i dytë që ka me vludi është se në të ka disa rite që janë paganizëm. Në të ka disa vargje që bien ndesh me fen dhe janë mohim. Nuk them gjithë poezia, po disa momente, për shembull ç'ndodh. Në një moment gjatë këndimit me vludit njerëzit çohen gjithë në këngë. Çfarë ka ndodhur? Ata besojnë se në këtë moment ka prezantuar shpirti i profetit Muhammed. Çfarë jemi në bota e shtrigave këtu? Po flet shpirtat e të vdekurve. Ose shprehje dhe fraza të cilat, domethënë, nuk kanë lidhje me fen, nuk kanë lidhje me besimin. E ngren profetin në momente të caktuara në grada hyjnore, gjë që profeti e ka ndaluar gjatë gjithë jetës së tij. Dhe kjo fe nuk ka ardhur vetëm se për adhurimin e Zotit xhelel xhelalu. E po kjo është, kështu ndodh. Dikush thotë jo se nuk është rit islam, si nuk është rit? Fillon me një varg të caktuar, ka një ritëm të caktuar, ka një melodi të caktuar, ka momente kur njerëzit ngrihen, ka momente kur njerëzit ulen, ka një ëmbëlsirë të caktuar, si nuk quhet rit. Tani riti ç'është riti? Për këtë arsye ne themi adhurimet në islam duhet të jenë të argumentuara. Dhe përderisa bëhet ky adhurim duhet të jetë i argumentuar. Jo është mirë njerëzit kujtojnë profetin, po pse duhet patjetër me këto vargje, me këngë, me melodi? Duhet kujtuar profeti alayhis salam. Pastaj mevludi ka degraduar në këto kohë,
siç thot ky vllai i nderuar, do të bëj çunin sunet apo do të bëj mevlud. Ma përkthe pak shqip, do të bëj djalin sunet dhe duhet i festoj ditëlindjen profetit. Tani ç'lidhje ka ti festosh ditëlindjen profetit me sunetlikun e djalit. Dikush thotë unë do të futem në shtëpi të do të bëj mevlud. Tani ç'lidhje ka se do të futesh ti në shtëpi të do të bësh ditëlindjen profetit. S'ka sens. Dikush thotë mushi babat shtatat, pra ka vdek baba ose nëna ose fëmia ku diun, thotë për 7 ditë unë i bëj mevlud për 40 ditë. Tani baba vdiq ti i kënon profetit. Në një disa gjëra që edhe shpikësit e mevludit, po të jetojshin në këtë kohë do të thoshin mevludi është bidat. Pa ta shifnin se si po abuzohet me mevludin. Vin njerëz me çallma u xhallar, këndojnë, i marrin parë njerëzve, se po bëjnë mevlud. Çfarë po bëjnë këta njerëz? Në të vërtet ka dal feja nga imazhi i vërtet që duhet të inspirojë feja. Dashuria, mirësia, bamirësia dhe normalisht është kthyer feja thjesht në një hënë mevludi. Dhe të ishte thjesht hëna e mevludit do të ishte gjysma e të keqes, po është bërë gjithë viti mevlud. Për çdo gjë mevlud, sunetlik mevlud, fejes mevlud, shtëpia e re mevlud, vjen dikush nga udhtimi mevlud, ikën dikush në udhtim mevlud. Po tani, po feja ku është? Po Fatihaja ku është? Po namazi ku është? Po agjërimi i Ramazanit ku është? Domethënë, unë jam i sigurt, pasha Zotin, se të ishin shpikësit e mevludit në këtë kohë, do thoshin që mevludi është ndaluar dhe haram. Do thoshin ata që është bidat. Ai shumë që po abuzohet. Ata kur e kanë bërë që të bëhet në një ditë caktuar. Në muajin e Rabiul Awwal me datën 12 Rabiul Awwal. Po nuk ekziston kjo gjë sot. Sepse ku do të dali pastaj, ku do të ushqehen këta njerëz që marrin lekët në popull padrejtisht. Normalisht për këtë arsye, domethënë, nuk ka dyshim domethënë se mevludi është diçka që nuk ekziston në fenë islame. Normalisht Zoti na falt dhe i falt ata njerëz që e bëjnë duke besuar se kjo është pjesë e fesë, po ne besojmë se kjo nuk është pjesë e fesë dhe s'ka lidhje me fen. Ose përndryshe jemi të hapur, sillni argumentet nëse jeni të sinqertë, siç thot Zoti i Madh. Njeriu do të sjellë për çështjet e fesë argument. Pra nuk mund të thotë mua im sillti një argument që mevludi është i ndaluar. Unë do i them atij sillti argument që mevludi është i lejuar, se ti po adhuron. Ti po bën adhurim. Ti që adhuron duhet sillësh argument, jo unë. Unë them s'ka. Ti nëse je i Zotit mush mendjen që ka. Argument s'ke për të gjetë gjallë në botë, sikur të ngjitesh qiell dhe të biesh në tokë, kështu që do të gjesh fjalë. Ka thënë filan dietar, ka thënë, nëse ti thu dietar, unë gjej me mijëra dietar të tjerë, të cilët kanë thënë se është bidat. Pra nëse do të ka fjalë dietarësh, atëherë mbetemi barazim. Atëherë ne duhet të ngjejmë një stad më lart dhe themi ku janë argumentet e fesë. Hoxhi i nderuar,